Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është e diel, data është 14 muaj është i 2 viti 2026, vit që po e shkelim. Miqtë mi, kur gjithë bota po na thotë se në Maqedoni më tepër i përngjan humorit politik bërja e shqiptarëve se sa realitetit, atëherë fillojmë edhe ne pak me humor. Të ndëgjojmë se çfarë tha sot BDI-ja. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të mediave, Sekretariati për Parandalim dhe Antikorrupsion SPAK pra Bashkimi Demokratik për Integrim në Çajër ka analizuar të dhënat nga openfinance.gov.mk, platformë zyrtare shtetërore për transparencë. Të dhënat janë të qarta. Në vetëm 100 ditë pas marrjes së mandatit, kryetari i komunës, Zoti Mexhiti, ka shpërndarë 200.000 euro mbi 12 milion denar për persona të lidhur me partinë e tij. Bëhet fjalë për kontrata me komunën për aktivistë partijak, të cilët nuk janë paraqitur në punë, por vazhdojnë të paguhen nga parat e buxhetit publik. Për një komunë të vogël vetë nën përkrahur financiarisht 200.000 euro janë një shumë e madhe parash. Po pra, unë i besoj BDI-s, besoj se edhe ju dhe i besoni BDI-s. E dini pse? Jetën gjë e kanë bërë këta. Bile i kanë mbajtur me kontrata dhe 7 vit, 8 vit dhe në fund ciao bella. Okej. Atëherë unë dhe marr rolin e komentimit, por pak më ndryshe, stilin e humorit anglis. Sepse për 200.000 euro sipas BDI-s që Zoti Mexhiti brenda 100 ditëve në pushtetin u ndau persona partijak, vërtet është kjo rënqetëse. Mirë po edhe jemi në prag të Ramazanit, mbase kanë njerëzit nevojë. Sekretariati për Parandalim dhe Antikorrupsion pranë degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Çajër, pasi bëri një shëtitje të qetë në platformën shtetërore Open Finance, zbuloi diçka mjaft edukative. Vetëm në 100 ditët e para të mandatit, kryetari i komunës Zoti Mexhiti ka arritur të stimulojë ekonominë lokale, pra me rreth 200.000 euro. Pse jo? Do punojë dyqani ku shiut, do punojë kështu me radhë qajtoria. Fatkeqësisht, ekonomia lokale duket se përbohet kryesisht nga miq, shok dhe aktivistë partijak, me aftësi të jashtëzakonshme për të mos u paraqitur në punë, ndërkohë që paguhen me përpikmëri britanike. Për një komunë që nuk noton në para 200.000 euro është një shumë modeste, nëse sigurisht je duke financuar një martesë mretërore për rrugë, ndryshim dhe pastrim, detaje teknike. Paratë e qytetarëve që në të ri duhet të përdoreshin për gjëra të mërzitshme si infrastrukturë dhe shërbime të bazë, duket se kanë gjetur një qëllim mjaftisnik, mirëmbajtjen e moralit partijak. SPAK i BDI sugjeron më shumë përmbajtje që prokuroria, ndoshta kur të ketë kohë, mes shajit të pasdites dhe detyrimeve të tjera madhore, të hedhë në sy mbi këtë rast modest transparencë kreative. Në fund të fundit, nëse kjo quhet menaxhim buxheti, atëherë ndoshta duhet ta quajmë edhe shiun lagështi e përkohshme. Unë kisha thënë, Agajzet ka të drejtë, dini pse? Dhe a kthejnë për njerëzit paratë dhe ju, duke di që keni të pëtisur të BDI-s. Gjithse, copy-paste. Ja, sonte një deklarat copy-paste ka pasur edhe Adnan Azizi, i cili tha, do të bëjmë skanimin e gjithë funksionarëve. E pastaj pason rikustrimi i qeverisë. Adnan, nuk thëmë, ma ke bëhë humor. Nisë prej vetës, shojmë se çfarë do të thonë. E pastaj dil nga koda e diellit, shëtit ka Ministria e Ekonomisë, Bilalin le, mos e ngucë. Ta bëjmë mandatin. Dhe, miqtë mi, rësi se s'ka pasur shumë dodhira politike, unë jam munduar që diçka konkrete. Në Shkup, pasi tentuan të mashtrojnë sistemin Safe City, arrestohen 2 persona. Për shkak se në një Mercedes kishin vënë targa falsë. E prap i shkupjanë se në e kalonin e vetë të varve. Mund të ketë një 3 muaj. Kur dha lajmi se vetura shtetërore do të kenë ngjyrë të kuqe, si në të verdhë, një të varë kujtua i ngjyrosi ngjyrat e veturës së vet, gjë se janë zyrtare. Dhe e zun. Dini pse zihen njerëz? Sepse vetëm gjuha nuk ka kocë. Lavdërohet. Unë dhe e lëdhrata dikun edhe ari. Nuk është, mund vjen mirë që njerëzit mundohen të gjenden, sepse dënimet janë shumë të mëdha. Mirë pa të që dëgjohet se Zoti Mexhiti, Agajzet, po ka nda pare, sipas BDI-s, në të djathtë në të majtë, ka nda dhe familjarëve,
sepse edhe me Bibël edhe me Kur'an edhe duhet të tandin spari pastaj të tjerët. Bashkim masoni, si thonë në gostivar, qish funksionari është i zeti, vetëm BDI-a e di. Por edhe i zeti e di se çfarë ishte BDI-a, për atë edhe rinë e plotësojnë njëra tjetrën. Shtemi, mos mërzitni dhe mos dishonin atë se pse Arjanit Hoxha u zgjodh nën kryetari i BDI-s. Pse Arben Zeqiri, nuk e njoh doktorin, Arjanitin e njoh mjaft mirë. Arben Ziberi, falni, është zgjedhur, ka kaluar nga BDI te Izet Mexhiti. Është familjari i Naser Ziberit. Me Naserin kemi qenë bashkë studime në Prishtinë. Dhe a dini se në politikën bërje shqiptare sa ka, Arjanit Hoxha ka një lidhje miqësore me dërën nga Sarajti doktor Imerit. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë. Pra, edhe pse tyre ditëve kam lexuar se ai partinë që ka bërë në krah të Musa Xhaferit. Çfarë nuk do të dëgjosh? Për atë edhe nuk shkojnë punët siç duhet. Por, mos u çuditni, edhe më herët ka qenë. Unë kam përmendur një herë se doktor Imerin, kryetarin e partisë të Ndjerin, e kam njohur nëpërmes babait tim. Ta si ish të përgosur politik në Prishtinë, dhe me ta ka qenë edhe asë kohë edhe Axha Zenun Iseni, babai doktor Shpendit, që e vranë në demonstratat e 1997 në Gostivar. E ishte prokuror në PODIEF asë kohë, dhe i kam njohur, unë kam qenë gjenerat shumë e re, por i kam njohur shokët e babait. Dhe pastaj me doktor Imerin kam vazhduar, edhe kur ka qenë kryetari i Degës, jam i ngacmuar kështu, vërtet ka qenë kryetari i PPD-s, dhe kur ndroi jetë Axha Zenun, ishim në Vorim dhe na mori na çojnë në çaj në shtëpinë vet. E kishte atje diku rreth malit. Zonja, nuk e di është gjallë, unë uroj që jetë gjallë, doktor Imer, ta bërin një çaj dhe pastaj u larguam. Dhe pse përmenda këtë, sepse doktor Imeri na tregoi se ish ministri në drejtësi dhe ish prokurorin që pati një telashe, e kishte familjar dhe në emër të tij, pra është propozuar në të poste nga PPD-ja në BDI. Okej. Nuk dhe përmend emrin se kam pas kolegë studimesh. E dini për i gjithë Mehmeti bëhet fjalë. Dhe miqtë mi, pra çdo gjë është e lidhur, nuk ka vi që mungon. Çdo kun ka pasur familjar edhe te PDSH, mos flasim te BDI. Pra mos u çuditni që edhe te Izet Mexhiti e kështu me radhë. Por ai që më ka befasuar mua sot është, nuk e kam përcjell dia, nuk e di pse isha i hutuar, buqjet e tovës ende nuk jam shpërblyer. Ta dëgjojmë njëri se çfarë thotë e pastaj tjetrin. Në tokat xhigimit të zonë të bëjmë ndërtime, të marrim leje, e në shtallat xhigimit i çelim kazino, vetë na premtoi kryetari 2024, kemë ministrin e bujqësisë në për tokat i panë, këtë ljellurat dome që janë bo, na premtoi së shpeti, 35% premtoi, nuk na lëshojnë 35%, 35% qeveria, 5% komuna. Njerë ka problemi dokumentat në ministri, qeveri, komunë, nuk e di ka problemi, masani kemë në komunë të kam me kryetarin vjetor, na premtojnë janar dhe lishohen paret, janari shkoj, ka shkurti, njëtë para zgjedhjeve na premtoj se të lishoje, nuk i lishoje në para zgjedhjeve, asë pas zgjedhjeve, unë nuk e di, në sa do të premtoje të rinje, gjithë na bere një këtë nivel njënë. Nuk i marrë është të pare të i shkuni se as pare, as plusën e një fjallë nuk e ka në tonë. Këto vetëm jënë të nari, jënë të nëmbaj me ato premtimet e veta, ne tokat xhigimit e zonë të i bëjmë ndërtime, të marim lejet. Po pra, këtë bujë e bën nga zemra e plasur, por të dëgjojmë një tjetër i cili i ra pak më drejt. Tjerët barabat e në Maqedoninë lindore. Po pra, andejnë atë në Maqedoninë lindore, me duanxhin, me vreshtar, me çdo gjë, jo që i marrin kopa, marrin edhe subvencione më të mëdha. Jo perëndimor. Perëndimori është mazdore bujtë. Ne në grumbull këto programet që na u bën të 24. Dhe kur një përgjigje nuk kemi. Jemi me fshatin Gjepçisht. Dami ka qenë në rajonet tona më të shumti. Të dëmtojmë në 100%. Komisioni që dërë në teren e vlerësoj damin 100%. Dhe presaj ditë dhe sot në kur gjas kemi. As informata, komisioni e vlerësoj damin 100%. Tapi komunës kemi as 5%.
dhe ne lepim tjerët barabat e në Maqedoninë lindore. Jo perëndimor. Perëndimori është mazdore bujtë. Dhe Po pra, unë uroj që bujqit të vazhdojnë me punën e tyre sepse nuk kanë nga që mban. Atë që shteti nuk e bën, unë do të tregoj një ndëdhim mjaft interesante. Kur BDI është në kulmin e saj, njësoj ka qenë. Bile, një funksionar i lartë i BDI-s aso kohë e ka kputur edhe agrobiznesin edhe në Kosovë, sepse merrte prej këndëri prej një fabrike, prodhimet e gatshme dhe atje vetëm amballazhoheshin, i kputi, merr atje subvencione, merr këtu subvencione. Ja, nuk e pata për Musa Xhaferi, gabim e keni. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej, pra. Gjithandej vlon Maqedonia, posaçërisht vlon në pjesën shqiptare. Sepse nuk ka kush i mbron shqiptarët. Nuk ka kush i mbron. Kanë filluar ata merren me vetveten, Vleni, ashtu e ka thënë Mickovski Vlenit, se është mirë që të merren ju me vetveten për të mbuluar edhe dështimet e juaja, por edhe gjëra tjera që kanë bëjnë me mosrealizimin e të drejtave nacionale të shqiptarëve. Sot më janë ankuar shumë qytetarë, thotë ende nuk i kemi marrë 2.100 denare nga TVSH-ja ime. E çfarë të bëj unë? Okej, ja, e përmenda, pra mos thoni se nuk e kam përmendur. Pra e përmenda. Në ndërkohë, vazhdon aksionet e policisë në Tetov dhe Gostivar, janë arrestuar 7 persona dhe janë konfiskuar edhe 7 mjete motorike. Vërtet është mirë që policia të bjerë njëherë një xhiro, tyre që kanë këto motorat me 4 rrota, të shohin a janë të regjistruar, jo diçka tjetër, a i kanë të regjistruar, sepse edhe ato mbajnë një regjistrim, sa do të vogël që të jetë. Nuk është por sa do që të jetë. Dhe miqtë e mi, pritet që të shtyhet ligji për duhanin. Vërtet është mjaft interesant ky ligj për duhanin. Ja, unë si e kam parë këtë ligj. Lidhur me Safet City. Programi Safet City u aktivizua më njëherë sepse prek rendin publik dhe sigurinë rrugore, shteti aty nuk negocioi shumë me bizneset. Ndërsa ligji kundër duhanit prek direkt sektorin privat, sidomos gastronominë. Kjo është arsye pse po hinë negociata dhe po shkon drejt zbatimit me faza. Realiteti, shteti zakonisht është më i ashpër kur bëhet fjalë për kontroll dhe gjova trafiku, por më i kujdesshëm kur rrezikohet reagimi ekonomik. A ka kuptim zbatimi fazor? Po ka kuptim, por jo pafund. Modeli edukim vërrejtje gjoba është standard evropian, problemi është kohëzgjatja. Nëse faza zgjat 3 vite, siç kërkojnë gastronomët, atëherë praktikisht ligji nuk zbatohet realisht. Një periudhë 3-6 muaj për adaptim është e arsyeshme. 3 muaj mund të kalon, 3 vite është thyrje politike, jo fazë tranzicioni. Dhe pse argumenti është në anën e gastronomëve. Ata thonë se ligji është shumë rigoroz dhe i bazuar në modele si Spanja dhe Slovenia. Por krahasimi nuk është i plot. Në ato vende përqindja duan prizë shumë e ulët. Tenes siç pretendohet është rreth 60 deri në 65% e popullatës. Megjithatë, një fakt i thjeshtë, në shumicën e vendeve ku ndalua duhani në ambiente të mbyllura, bizneset patën rënje të përkohshme, por më pas u stabilizuan. Nuk ka prova afatgjatje që ndalimi shkatron sektorin. Atëherë çfarë po ndodh realisht? Kjo duket si kompromis politik. Qeveria nuk të rriqet nga ligji, bizneset fitojnë në kohë, zbatimi shtyhet për të shmangur reagime para kohë. Pyetja kryesore nuk është a do zbatohet, por kur do fillojnë gjobat realisht. Pse një ligj për shëndetin publik negociohet me biznesin, ndërsa programet e kontrollit shtetëror siç është Safet City jo. Në fund, shteti duhet të vendosë shëndeti publik apo kalkulimi politik. Asgjë tjetër pra. Unë uroj që ky ligj sepse duani vërtet është më tepër se sa sëmundje, është ves. Ky ligj të si thoni ju, të kaloj apo të mos kaloj? Unë mendoj se të mos kaloj sepse më janë ankuar gjithë këto që kanë lokale, posaçërisht kafeteritë, se mund të mos kemi punë. Dhe për fund. Shteti shqiptar, Shqipëria, shteti am, nuk është duke rilindur, por është duke u plakur. Vetëm Tirana është duke mbuluar krizën e rrethave sipas instantet. 7 qarqe tjera drejtshurës natyrore, Juglindja dhe Jugu në infrakt demografik. Kushta se shqiptarët bëjnë fëmijë. Kushta. Okej. Nuk është okej, këtu unë ju përshëndes. Pra ishit me Mesut Shabani në podcasti Mesut Shabani. Bëni subscribe.